për të marrë pjesë në mëngjesin e lutjeve ishte dhe Ministri i Mjedisit i Shqipërisë Fatmir Mediu. Zotin Mediu e kishim dje të ftuar në studiot e Zërit Amerikës për një intervistë në cilën ai flet për gjendjen e mjedisit në Shqipëri, qeverisjen e këtyre 8 viteve, si dhe për çështjen e Gërdecit. Me zotin Mediu bisedoi kolegu Arben Xhixho. Ju jeni pjesëmarrës pothuajse i përhershëm i mëngjesit të lutjeve këtu në Shtetet e Bashkuara. Në fakt kjo ngjarje këto vitet e fundit është bërë paksa polemike për shkak të toneve fetare që ka dhe siç dihet shteti këtu është i ndarë nga feja. Cila është lidhja juaj me këtë ngjarje që vini për herë dhe cili është synimi tuaj që vini këtu çdo vit? Atëherë unë do të them që jashtë gjithë kontekstit debatit që zhvillohet këtu, kjo është një nga marrëdhëniet që tejkalon pozicionin fetar. Është një marrëdhënie që ndërton ura bashkëpunimi ndërmjet komuniteteve të ndryshme, pavarësisht nga besimi dhe politikanëve të ndryshëm dhe vendeve të ndryshme. Janë rreth 176 vende nga gjithë globi, të cilat marrin pjesë, president, kryeministra, ministra, dhe gjithë ideja është që të gjejnë rrugën më të mirë të kooperimit pavarësisht nga diferencat politike apo pavarësisht edhe nga diferencat apo pozicionet ndryshme fetare. Është një gjë që funksionon prej gati 70 vjetësh të Bashkuara të Amerikës. Dhe tjera që do thosh është vetëm kaqe. Unë besoj që besimi në Zot është një vlerë jashtëzakonshme që duhet i shërbejë çdo individ dhe padyshim i shërben dhe një shoqërie. Zoti Mediu, le të ndalemi në Shqipëri tek çështjet e mjedisit, çështjet që i mbulon ministria që ju drejtoni. Në pamje të parë të bie në sy një lloj kontradikte e madhe. Problemet e mjedisit në Shqipëri janë të shumta, por nga ana tjetër nuk shikon një lloj angazhimi qoftë të qeverisë, qoftë të shoqërisë për të marrë me këto probleme. Sa të krijohet përshtypja sikur mjedisi në Shqipëri është një çështje, trajtimi i problemeve të mjedisit është një çështje luksi. A jeni dakord me këtë konstatim? Nuk jam dakord, natyrisht që do si ministër gjë e fundit që do të pranoj është të isha i kënaqur me situatën e mjedisit në Shqipëri. Është problematike, por do të thosha që në pikpamje të legjislacionit, monitorimit, inspektimit, punë që janë Ministrisë së Mjedisit ne kemi ecur dhe avancuar goxha, të vlerësuar këto edhe nga Bashkimi Evropian. Kemi shumë nevojë të ecim në infrastrukturë mjedisore që kërkon në investime dhe vëmendje të pushtetit qendror, por edhe të pushtetit lokal. Kërkon një ndërgjegjësim shoqërisë shqiptare, shoqërisë civile përgjithsisht. Po ajo që është e rëndësishme është që çështja e mjedisit sot debatohet në nivelet më të larta qeveritare dhe padyshim në nivelet e shoqërisë. Pra tregon që ka një sens pozitiv për debatin rreth kësaj çështje. Mendoj që është e çështje edukate, padyshim mjedisi tashmë është kthyer në një problem diskutimi në Shqipëri, në një situatë dukshme problematike dhe kërkon padyshim që secili individ, shoqëri, biznes, pushtetit lokal, pushtetit qendror të veprojë konform ligjit. Zoti Mediu, qeverisjes pjesës së cilës jeni edhe ju në koalicion, po i afrohet fundi i mandatit të saj të dytë. Në qoftë se do ju pyesja ju, si do ta karakterizoni ju këto 8 vjet, gati 8 vjet qeverisje? Shqipëria ka pasur suksese, siç ishte antarësimi në NATO apo heqja e vizave me vendet evropiane, por nga ana tjetër ka edhe një ngësht të zgjatur politik. Ka kritikë që thonë që vendi juaj qeverisjes së Shqipërisë ka ikur tashmë momenti për të çuar më tej reformat. Si do t'ju përgjigjesh ju këtyre kritikave? Unë mendoj që qeverisja e kryesuar nga zoti Berisha ka pasur suksese nga ato që përmendët ju, por dhe suksese të tjera të dukshme. Sidomos një vazhdim i një zhvillimi ekonomik pozitiv në vend në një kohë që vendet rreth rrotullt janë në një krizë shumë të madhe ekonomike. Padyshim që të gjithë ne duhet të jemi të pakënaqur sepse tentojmë shumë herë më tepër. Por mendoj që qeverisja ka pasur vizionin për të avancuar Shqipërinë në rrugën europiane për të dhënë standarde jetese të mira për qytetarët shqiptar. Jo vetëm në kuptim liberalizimit të vizave, por edhe kushtet tyre të jetesës, pa neglizhuar këtu problematikën e madhe ekonomike, të cilën ne duhet ta trajtojmë me vëmendje të madhe jashtë ndasive politike. Do të thosha që politikat tona kanë tentuar gjithmonë në shërbim të interesave të qytetarëve. Ka më shumë për të bërë, padyshim që ka më shumë për të bërë. Opinionet mund të jenë nga më të ndryshmet, por mendoj që tani për tani në Shqipëri e vetmja forcë politike është kjo mazhorancë e cila ka dhënë një vizion për qeverisje, kurse vizioni i opozitës sotme është vetëm vizioni i anatemimit pafund problematikës biles frenimit procesit integrimit evropian që ka qenë qëllimi i gjithë shqiptarëve pavarësisht janë socialist, demokrat apo republikan. Zoti Mediu, të ndalemi për pak kohë tek karriera juaj politike dhe figura juaj si politikan nuk mund të ndahet dot nga çështja e Gërdecit, kur ishit ministri mbrojtjes. Por ju sot, a mund të konsiderohet çështje e mbyllur Gërdeci? Jo, absolutisht, unë nuk mendoj që çështja e mbyllur, nuk është çështje hetuar drejt për mendimin tim dhe nuk është çështje e përfunduar. Sepse nuk besoj që ka pasur një hetim të drejtë rreth kësaj çështje. Në pozicionin tim si ministër mjedisi, unë besoj ka marrë gjithë përgjegjësitë e mia morale në raport me këtë çështje. Kam pranuar çdo verdikt gjykatës pa diskutuar ndonjëherë ato, sepse besoj ky është pozicioni duhet të jetë pozicioni çdo qytetari dhe shtetari që të mos hyrë në vendime diskutime të gjykatave. A jeni i shqetësuar nga rihapja e çështjes tuaj nga prokuroria tashmë që çështja e imuniteteve është e hequr? Unë
Po ju them edhe një herë, kam bërë atë që ka qenë në dorën time për të bërë. Unë nuk jam as drejtues prokurie, as drejtues gjykate. Kështu që do të ishte tepër të pyetesha unë për një çështje që është në dorën time apo në gjykimin tim. Gjykata, ligji ka vepruar sipas atyre standardeve kushteve që ka pas ligji. Ajo që unë besoj duhet të jetë e rëndësishme është që të jepet drejtësia, por të dalë dhe e vërteta deri në fund. Nëse do itet një vështrim atyre kohëve, atyre muajve që ishit ministri i mbrojtjes kur ndodhi çështja e Gërdesit. A ka ndonjë gjë që sot do e kishit bërë ndryshe me këto që dini më sot? Çfarë do kishit bërë ndryshe? Po padyshim që shumë gjëra mund të bëheshin ndryshe, do të thënë, në atë kohë duhet ju sjellën në vëmendjen tuaj se bashkë kemi biseduar dhe në ato kohë dhe ndërtimi i Shqipërisë në NATO ka qenë domethënë qëllimi më i madh. Edhe vëmendja e ministrit të mbrojtjes në ato kohë, sidomos në sferën e diplomacisë ushtarake, por edhe të punëve të reformave forcave armatore ka qenë fokusi kryesor. Në pozicionin e sotëm është e lehtë thuhet që duhet të ketë një vëmendje më të madhe. Unë do ta mbyllja vetëm me këtë, të thosha që atë këshill që kam dhënë kolegut tim atëherë Oketës, që do të thonë duke marrë me të madhe nuk duhet të harruar e vogla, sepse shpesh në të voglin qëndrojnë probleme shumë të mëdha. Ky ka qenë pozicioni im, do të thënë si ministër mbrojtje, besoj kam bërë më të mirën që vendi im të jetë vend antar i NATO-s, por duhet padyshim që shikoj akoma më thellë, do të thënë vetë mënyrën e implementimit të politikave të Ministrisë së Mbrojtjes, të cilat nuk duhet të krijojnë asnjë probleme për çdo individ. Zoti Mediu, faleminderit. Faleminderit juve.